Pa në qofë se të ju të përthua për Ramiz Alin që kishte rol kryesor, i bie në një farë mënyrë, natyrisht e ke për efekt provokimi, që ai ishte ideator dhe regjizor, pra edhe skenarist edhe regjizor. Jo, nuk është kjo. Jo, nuk është kjo. Ati ja zuri dhe rotabishtin, ja zuri dhe kohabishtin, ja zuri dhe ajo që po ndodhte në vëndet lindore, dhe ja zuri dhe pabukësia e tjera, dhe në një moment caktuar e kuptoj që duhet ta bënte këtë gjë. I the që gjitha shumë saktë, dhe më thënë që ajo kriza ekonomike, rënja e komunizmit lindje, shkëputja e marrëdhënieve ekonomike të Shqipërisë me vendet e lindjes nëpërmjet kleringut, e thelloi krizën ekonomike dhe ajo është në themel gjithçka. Pra, ajo tenxhera me presion ishte duke shpërthyer. Dhe që studentët ishin autentik në misionet e tyre, kjo është pak po e sigurt. Madje studentët e kapërcyen dhe elitën intelektuale të vendit, sepse duhet pranuar që Ramiz Alia takimin me intelektualet, ku ishte edhe Kadareja, edhe Berisha, e bëri për të testuar apo për të pritur prej tyre idenë e hapjes pluralizmit politik. Pra, Ramiz Alia ishte duke eksploruar mundësitë e një pluralizmi politik të lejuar gradual, i cili nuk do t'i krijonte probleme as atij dhe as regjimit. Kështu që këtu kuptim Ramizi kishte rol, pse jo edhe në promovimin e figurave të caktuara siç është Berisha. Do të thënë se këtu Berisha e ka marrë gradualisht meritën nga studentët dhe ja ka dhënë vetes. Kur mendoj që Berisha ishte dikush që ishte midis studentëve dhe regjimit komunist, u zgjodh për shkak se ishte tropojan, për shkak se mund të kishte njohje me Azem Ajdarin, në një mbledhje të partisë ku ishte edhe Xheli Xhoni, pra do duhet që t'i japim Çezarit çështën e Çezarit. Arsyet pse bëri atë, sigurisht Ramizi ishte dhe mbeti deri në fund të jetës si komunist, por ama një komunist i cili kishte sens pragmatik dhe kuptoi që nëse do insistonte me linjën e fillimit të 90-s, mund të rrezikonte edhe veten e vet. Dhe çfarë duhet thënë tjetër që zakonisht në vizet tilla kaq të mëdha i fusin duart nga pak të gjithë. I fusin edhe aktorë të jashtëm, fusin edhe jugoslavët, mbani mend që 90-ta është edhe viti i ikjeve nëpër ambasada dhe ishin zhvillimet në Kosovë. Pra, nga pak që të gjithë këtu, edhe fqinjët, janë përpjekur që në Shqipëri të kishte zhvillime të tilla. Të gjitha këto, pra, në pasyrën e vërtet, gjithë asaj që ka ndodhur, e marrim nga dëshmit, dhe është me shumë ngjyra e vërteta e 8 dhjetorit, i marrim nga dëshmit e personazhe, protagonistëve, të mëdhenj apo të vegjël, studentëve, edhe nga dëshmia si Shtafi Ferdinandi, por ishte një ngjarje në cilën shkërqen mbi të gjitha, pra si autentike protesta studentore. Anton, unë mendoj që ne nuk mund të themi që një grup studentësh, një grup intelektualësh, një pjesë elitare e popullsisë të drejtën, në atë kohë arriti të ishte aq e forca të rrëzonte një regjim, si ai komunist që kishte Shqipëria. Regjimi komunist u rrëzua për shkak të rrethanave ndërkombëtare. Do thotë regjimit po i vinte fundi për shkak të rrethanave ndërkombëtare. Mbeti i fundit, ishte izoluar, s'kishte mundësi ekonomike. Ramiz Alia e kuptoi që radha po i vinte dhe me shëmbujt që kishte parë, me luftat, me konfliktin që kishte parë, që nga Ceaușescu, që nga përplasjet të forta në Poloni, se vërtet Polonia negocioi, pastaj pa përplasje shumë të forta. Mendoi, po, sigurisht, në rrugën pra, me gjitha këto, mendoi që të bënte një kalim të butë nga diktatura në një shoqëri pak më të hapur. Ramiz Alia nuk besoi asnjëherë se donte pluralizëm politik dhe kërkoi ta shmangte. Ai donte pluralizëm mendimi, kalimin me disa si Fronti Demokratik që futin zgjedhjen në 31 mars për shkakun me disa një lloj demokratizimi më të madh. Po jo demokraci. Por sigurisht jo demokraci dhe sigurisht jo pluralizëm politik. Ai bëri një takim me intelektualët në Korrik, se ti e le preshin pa treguar gjithë në gusht. Pa treguar gjithë dhjetorin, gjithë 90-ën. Bëri një takim dhe aty u përmend pluralizëm politik dhe ai e kundërshtoi. Pastaj dolën disa dhe thanë jo pluralizëm politik, por pluralizëm mendimi. Pra kishte si regjimi ishte aq autoritar, aq i egër, sa njerëzit kishin frikë, edhe intelektualët kishin frikë, vërtet ne mund të shohim aty që në takim me Ramiz Alin ata nuk kanë qenë aq trima, por ata u morën me autobus nga autoritetet shqiptare, nga policia dhe u kthyen në autobus nga policia. Ata nuk vajtën vetë aty. Nuk u shkoi Ramiz Alia aty.
Pra, mbarojnë Toni dhe një grup studentës dhe pedagogës të cilët një pjesë të cilëve i zgjodhi vetë pushteti dhe një pjesë i zgjodhi studentët. Pra, dhe ata, imagjinojnë çfarë presioni kanë ata, se sot ne e mendojmë kaq thjesht. Po ti je aty prezent, për shembull në datën të dielën që u shturmuan aty te gjuhë uja, që ikën të gjithë në përnatë, me zi pranonin në shtëpi Tiranësit që u futën në shtëpi. I pranonin, jo me zi pranonin, i pranonin. Me zi, jo, e ke gabim, e ke gabim. Nuk ishin guxim, jo se si pranonin se kishin natë. Kanë mbushur shtëpi. Pra, mbushën shtëpiat, mbushën pallatet, por ama ishte një dhunë e tillë që ata u detyruan të iknin me vrap. Po më qenë aty, kam qenë mes shkopimeve. Shqipëria, se të rrimë të Shqipëria merë pjesë, po qënë koncerti i lirisë të që ndodhin gjithë lindjen, merë pjesë me protestat e veta, me demonstratat e veta, me përleshjet e veta, me kostat e veta. Sigurisht ne përpëtejnë tombra. Pra, të rrimë këtu, pastaj regjimi ishte këtu, kush e mohon këtë gjë, nuk e mohon, analiza që bërë këtu. Ramizi nuk është se kishte rolin Ramizi, që ishte vizioni Ramizi që Shqipëria duhet demokratizohet. Ishte detyrim. Ai pa çfarë do ndodhte dhe vendosi ta drejtonte vetë. Dhe unë jam dakord me atë i thot Preshi pastaj që ati ja morën nga duart iniciativën dhe nuk e lejuan që ta menaxhonte vetë. Dhe kjo është merita e gjithë lëvizjes që ndodhi deri në 92-shin. Po mirë, si e quajmë këta për shembull që ai tha bën. Të gjë që po thotë Antoni më shkruan për shembull Pajtim Bello. Përshëndetje, thotë Rami Salia me përgjegjësinë e presidentit u përpoq ta ulte sa më but avionin tokë. Kishte shumë korrente që rrezikonin ta rrezonin. Pra veproi lirohej shtrëngo. Lirohej shtrëngo. Pra bërin mirë apo jo? Pastaj kjo është debat tjetër. Pastaj bërin mirë apo jo? Bërin mirë Rami Salia që e bëri këtë gjë. Tani unë kam më shumë të ideja e tonë. Mënyra se si u ndam ne nga komunizmi në mënyra më mirë. Asaj pjese që merr përsipër që ka bërë diskutuar. Që ka e kam pastaj te momenti ku siç ndodh rëndomen e shqiptarët, merret përsipër që është bërë gjëja më e madhe në botë, me trimëritje e zakonshme të gjithë. Ato janë prima. Ne themi që ajo që bëri sot Berisha, për shkakun është një gabim shumë i rëndë. Legjenda. Ti s'mund të shkosh te lapidaria e Zemajdarit dhe të përkujtosh 8 dhjetore. 8 dhjetore përkujtohet qytet studenti. Zemajdari ishte një ndër studentët më të shquar, por ajo s'kishte lider, ajo ishte një grup studentësh që dorën pa lider. Jo, ai ishte lideri, ke gabim. Ai ishte lideri. Te Ramizalia kur ka dërguar Berishën, për atë shkak e dërgoi te studentët, se ishte Azemi lideri, që ishte nga Tropoja. Ka shumë faktorë. Por akuza për Ramizalin pastaj ka shumë orë që ka dërguar shumë njerëz aty po. E kam takuar 2 herë Ramizalin, 2 herë e kam takuar si është kjo punë. Duhet marr dekorat. Një lloj ma ka thënë. Afër protestës dhe vetë, vllai im ishte student, unë isha në vit 4 dhe isha shkoja çdo ditë aty. S'ka rëndësi. Nuk ishte Azemi lideri, Azemi u shpat ditë pak më vonë, se ishte më trimi. Aty dori Benlika, ai pedagogu që iku në Amerikë. Benlika. Shenasi Rama, jo, mora Azemi ishte që nga dita e parë.